Strategjia hartuar për krimet zgjelore nga SPAK ka marrë mbështetjen nga ambasadorët e selive diplomatike në vendin ton. Ka qenë vetë ambasada Britanisë së Madhe në Tiranë, e cila në një postim në rrjetet sociale bën me dije se ka pritur në takim bashkë me ambasadorët e tjerë kreun e SPAK Altin Dumanin, prokurorin e përgjithshëm Ulcian Çela dhe kreun e KQZ Ilirian Celibashi. Ambasada britanike, ku edhe u zhvillua takimi, shkruan se mbështet angazhimin e Shqipërisë për të garantuar që zgjedhjet e 11 maj të jenë transparente, të ndershme dhe të sigurta. Ambasada britanike ftoi kryeprokurorin e posaçëm, prokurorin e përgjithshëm dhe komisionerin publik të zgjedhjeve për të informuar ambasadorët mbi strategjinë e hetimit dhe parandalimit të krimeve zgjelore e publikuar në vitin 2025. Sesioni i informimit trajtoi çësjet kolektive dhe individuale të institucioneve në hetimin e shkeljeve zgjelore, duke marrë parasysh mjedisin aktual të operimit, si dhe strategjinë për të minimizuar rreziqet e mundshme në procesin e ardhshëm zgjelor. Marrëveshja e mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme dhe strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u mirëprit nga komuniteti ndërkombëtar si një hap i rëndësishëm për të siguruar qartësi në rolin dhe përgjegjësitë e secilit institucion. Ambasada britanike mbështet angazhimin e Shqipërisë për të garantuar që zgjedhjet e 11 maj të jenë transparente, të ndershme dhe të sigurta. Një task force e posaçme të drejtuar nga Altin Dumani, grupet shpërndarë në terren në gjitha bashkitë dhe një platformë informimi nga qytetarët janë pjesë e planit të SPAK për parandalimin e krimeve zgjelore për 11 majin. Task forca e SPAK do të përbëhet nga një strukturë qendrore dhe grupet hetimore të shpërndarë në terren gjatë periudhës zgjelore, ku do të bëjnë pjesë prokuror, hetues të BKH, hetues financiar, staf administrativ mbështetës në të 12 qarqet dhe 61 bashkitë. Në Tiranë, struktura qendrore do drejtohet nga vetë kreu i SPAK Altin Dumani.